Mirëmëngjesit gjithë dhe motra vëllezër. Mirë se erdhëm të gjithë në prezencë të Zotit. Shpresoj kjo ditë i ketë gjetur në paqe në Perëndin, në dëshirë për të komunikuar me të. Perëndia junë është i gjallë. Jezusi, shpëtimtari junë është i gjallë. Kjo do të thotë se jemi këtu në prezencë të tij. Kjo do të thotë se ai është atje në prezencën e Atit, është ndërmjetësues, është për ne prezent atje lart. Falenderojmë Zotin. Sot në këtë mëngjes do doja t'ju rikthej për pak minuta mbrapa tek e diela e kaluar. Ashtu siç Perëndia kishte vendosur në zemër, folëm për Krishtin, kryepriftin ton hyjnor. Jo një kryeprift i zakonshëm, as pak i zakonshëm do thoshim, me origjinë qiellore, pas një lidhje me tokën, i autorizuar dhe i vendosur si kryeprift në jetën tona dhe në mbar botën nga vetë Perëndia. Erdhi prej së larti. Ndryshoi jetën tona, ndryshoi akoma dhe mendimin që ne kemi për priftërinjt. Nuk u bë thjesht ndërmjetës, por u bë dhe flija e pajtimit. Krishti vetë. Dhe diku kështu e mbaruam të dielën e kaluar këtë rrëfim të besimit që keni në zemrën tuaj, që kemi të gjithë në zemrën tonë, për shkak të Krishtit kryeprift, për shkak të Krishtit i cili u bë zbatojnësi dashurisë dhe i vullnetit të Perëndisë këtu në tokë, për shkak të tij rrëfimin e besimit ton ta mbajmë fort dhe të mos heqim dorë. Jeni të thirrur në këtë rrëfim besimi. Jeni të thirrur të gjithë, edhe unë bashkë me ju, në këtë besim ndaj këtij Krishti, këtij Zoti, i cili vendosi jetën e tij si zëvendësim për mëkatin që na mundon. Sot do doja ta përfundoj këtë pjesë, të cilën kështu e kisha menduar të jepja një kohë të veçantë. Ne lexuam pra te kapitulli 5 herën e kaluar dhe mbaruam pikërisht atje kur thot ti je prift në përjetësi sipas rendit të Melkisedekut. Dhe vazhdon fjala e Perëndisë, i cili Krishti në ditët e mishit të tij me klithma të forta dhe me lot i ofroi lutje dhe përgjerime atij që mund ta shpëtonte nga vdekja dhe u dëgjua. Për shkak të frikës së tij nga Perëndia, edhe pse ishte bir, mësoi në ato që vuajti bindjen. Dhe si u bë i përkryer, u bë shkaktari i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që i binden. Ne të gjithë e dim se Krishti vdiq në kryq. Sot besimi ynë kalon edhe për njerë nga i kopësht i vështirë i Gjetësimanis, nga i kopësht i vështirë kur Krishti Zoti ynë ishte vetëm, ishte duke u lutur, ishte në ankth, do thoshim sot i stresuar, i ngarkuar me një barë që nuk donte ta mbante, një barë që nuk donte ta kalonte, por ishte aty për ta mbajtur. E ndërsa i lutej Atit, në qoftë është vullneti yt, të mos ta pikë të kup. Sot këtu shkrimtarit e Hebrej na tregon se si ai u lut që të mos kalonte nëpërmjet vdekjes, të mos vdiste. A ishte e mundur kjo? Nëse është e mundur, dhe aty ndalon lutja e tij në këtë formë dhe fillon të bëhet vullneti yt. Me klithma dhe lutje na tregon tek Hebrejt, ai kërkoi Perëndisë. E megjithatë besimi ynë kaloi nëpërmjet Gjetësimanis, kaloi nëpërmjet lotëve të tij, nëpërmjet djersës së tij që u bë pika gjaku. Ky kryeprift solli për ne një shpëtim të tillë
Dhe e kalon besimin tonë nëpërmjet bindjes së kryqit. Sepse këtu thot, ai mësoi të bindet nga ato që pësoi. Krishti, po flasim për Krishtin. Nuk po flasim për një njeri që duhet të mësonte, e lejoi dhe e lëshoi veten e tij të pësoj, të vuaj, të vdes në kryq. Sepse besimi yt që thërritemi sot të mos ta lëm, të mos ta lëshojmë, të mbahemi, të kapemi fort nga ky premtim dashurie që Perëndia solli në jetën tonë, kalon pikërisht nga bindja e kryqit dhe nga ringjallja prej së vdekurish. E kupton kur Perëndia këtu me anë të frymës së tij të shenjtë thotë se Krishti me klithma dhe lot dhe përgjërime ja drejtoi atij që mund të dëgjonte dhe mund ta shpëtonte nga vdekja. Ju lut Krishti Perëndis, atit, o atë nëse është e mundur të iki prej me kjo kup. Çfarë bëri Perëndia? Ai duhet të vdiste për mëkatet tona. Ai duhet të mbante fajet tona. Vdiq në kryq, jo që të mund të na preki emocionalisht. Jo që të mund të jemi të ndjeshëm sa herë që shikojmë filmat me Jezusin që vuan, por që të ndryshojë jetën tonë, motra dhe vëllezër. Dhe Perëndia e dëgjoi sepse e ngriti të tretën ditë prej varrit, nuk e la tek të vdekurit. Trupi i tij nuk u kalb. I shenjti i Izraelit nuk do të njoh kalbjen. Për çfarë? Për ty edhe për mua. Sot në këtë mëngjes nuk e di se sa do të mundesh të përqendrohesh në vazhdim, por të lutem kërkoj vëmendjen tënde tek ty që je këtu, që je motra ime, je vlla im, tek të tjerë aty në internet, të lutem përqendrohu në këto fjalë. Krishti u bë shkaktari i shpëtimit tënd. U bë shkaku i shpëtimit tënd. Edhe të timit bashk. Turpin tënd. Errësirën tënde, ato që nuk do doje dikush të depërtoj, dhe ti shoh dhe ti komentoj. Krishti i mori për ty në kryq. A ke menduar ndonjëherë këtë fjali? Mua më ka shënuar kjo fjali. Shkaktari i shpëtimit tim. Kush ishte shkaktari? Pyesin njerëzit. Çfarë ndodhi? Kush ishte shkaktari? Kush e bëri këtë gjë? Kur të vjen në pyetja në zemër, kush e shpëtoi këtë lloj robi? Këtë njeri që nuk preket me dorë. Kush e mori këtë njeri në duar? Këtë njeri të rënd, këtë njeri që mbante erë morale, i turpshëm, i shkatëruar, i rënd, gur të rrëzuar për dhe. Kush ishte shkaktari që ky u ngrit sërish në këmbë? Kush ishte shkaktari që ky njeri sërish u bë i aftë të ulet në trapezin hynor? Kush ishte shkaktari? Dhe përgjigja është Krishti ishte shkaktari. Sot të lutem mos nguro të shkosh te Krishti. Edhe për një herë, analizoj jetën tënde. Sot do doja të analizoj jetën tënde, sepse e di si përfundon kjo pjesë këtu. Shkrimtari thot që sipas rendit të Melkisedekut Krishti u bë kryeprift. Për këtë Melkisedekun kemi shumë për të thënë, po janë vështirë t'i shpjegojmë. E dini pse? Sepse veshët tuaj janë bërë të ngathët në dëgjim. Këtu do doja të fillonim tashmë atë që doja të ndanim me ju. Sigurisht, fryma e shenjtë ka filluar të flasë. Përpara se të ulim koka dhe të lutemi për këtë gjë, unë do doja ta sill edhe një herë në mendjen tënde. A je duke dëgjuar sot? A janë të shkathët veshët e tu të dëgjojnë fjalën e Perëndis? Jo predikuesin e kësaj dite. Brenda vështirësive që sjell kjo epokë, kjo kohë, nevoja personale, shtrëngime, strese, presione, ti je i shkathët në të dëgjuar?
Sot do flasim për fenomenin qumësht. Kështu do doja ta t'i vëm titullin sot. Si një titull ngacmues, ndoshta ngacmo dhe kureshtjen tuaj, ashtu si ngacmoj të timen. Fenomeni qumësht. Le të lutemi, le të dalim përpara Perëndis. Zot, asgjë njerëzore, as një lloj fjalësh, as diçka Perëndi dashur që përpiqemi të prekim ndonjë ndërgjegje. Zot, i prekur prej Teje vi përpara Teje, Ti shkaktari i shpëtimit tim, Ti Zot që rrëmbeve shpirtin tim nga kthetrat e djallit, nga dhëmbët e luanit vrumbullues, Ty të përket lavdia, të adhuroj personalisht se më shpëtove, e di dhe shikoj përpara meje, Zot, bij të shpëtuar, bija të shpëtuara, sepse Ti u bëre shkak shpëtimi dhe për ta. Lutem Zot na tregosh rreziqet e një jete me vesh të mbyllur, me zemra të shtrënguara, me mish që sundon. Na beko dhe na ndihmo dhe na fol Zot. Na e bë të thjeshta sepse vështirësohemi Zot, kuptojmë. Në emër të Krishtit. Amen. Siç ju thash, kjo pjesë tek Hebrejt vazhdon në këtë mënyrë. Ky Krisht i quajtur kryeprift është nga Perëndia sipas rendit të Melkisedekut. Për këtë kemi shumë për të thënë, por vështirë për të shpjeguar, sepse u bët të ngathët në dëgjim. Sepse ndoshta tashmë duhet ishit, më falni, sepse ndonse tashmë duhet ishit mësues. Keni përsëri vetë se nevojë që t'ju mësoj dikush gjërat elementare të fillimit të thënieve të Perëndis, dhe keni nevojë për qumësht dhe jo për ushqime të forta, sepse kushdo që ushqehet me qumësht është pa përvojë në fjalën e drejtësisë, sepse është foshnje. Kurse ushqimi i fortë është për të përsosurit, të cilët me që janë mësuar i kanë ndjesitë të stërvitura për të dalluar të mirën dhe të keqen. Këto dini ju për qumshtin, sepse unë befasohem. Perëndia e di që ne lindemi foshnje. Ashtu si kurse në jetën normale, sa herë kemi thënë, madje kemi predikuar shpesh herë. Një foshnje në krahët e sëmës do qumësht. Në qoftë se do t'i japësh një copë mishi, çfarë do ndodhi? Do mbytet, do vdes. Por me shumë urtësi, Perëndia kështu i ka bërë gjëra të ndodhin, lind një fëmijë i vogël, nuk di, nuk vete dot tek frigoriferi, nuk e hap dot, nuk ha konfleks dot me qumësht, nuk ha mish të pjekur, do qumësht në sëmës, apo bibironin e tij. Kjo, a është e natyrshme? Po, lesër, motra, nuk ka pyetje këtu, është shumë e natyrshme. Madje vetë Perëndia këtë e thot. Shikoni, ejna të lexojmë së bashku, që të jemi të tërë dëshmitar të njëjtës fjalë. Tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli 2, 3 vargjet e para. Hidhni tej çdo ligësi dhe çdo mashtrim, hipokrizit, smirat dhe çdo shpifje. Si foshnjë të sapolindura, të dëshironi qumshtin e pastër të fjalës që të rriteni me anë të tij. Nëse vërtet keni shijuar se Zoti është i mirë. Foshnjë të sapolindura, mirë se erdhët në gjirin e dashurisë së Perëndis. Ka Perëndia kujdes për të vegjëlit. E dini sa mirë është të jesh i vogël. E keni menduar ndonjëherë ju të mëdhenjt, sa mirë më mbante mamaja në krah, më merrte prej dore, si ishte nevoja të shkoja në punë, të punoja, të ushqesha, të gatuaja vetë, të fshija shtëpinë, i bënte të tëra dikush i madh, më ushqente te goja dhe jemi në rregull. Është mirë të mendosh se si kujdeset i madhi për të voglin, se si Perëndia i shenjti, i pakufishmi. Ai që ndonjëherë në mendjen tonë na bllokohemi, themi si do mundem unë ti di të gjitha këto gjëra? Si do mundem unë të di gjithçka për jetën time? Mos u merakos. Sepse fillon me qumshtin e pastër të fjalës dhe fillon fjala e Perëndis edhe të qartëson veten tënde fillimisht, të kuptosh kush je, të qartëson dashurinë e tij, sa të nevojshme e ke. Është fjala e pastër e Perëndis. Si e thot këtu?
që ne të mund të ham dhe të rritemi me anë të kësaj fjale. Që ne të mund të zhvillohemi. Dhëmbët tonë frymor, esofagu, stomaku të mund të mbaj ushqime më të forta, por duhet të kalojmë nga qumshti. Është i keq qumshti? Sigurisht që jo. Ashtu si vlen në jetën tonë të përditshme, në ato që ne dim, kështu vlen edhe në fjalën e Perëndis. Por tek hebrejnë vetë, se nuk na thot një gjë të tillë tamam. Tek hebrejnë na thot se ne nuk mund të qëndrojmë dot gjithë jetën tonë në qumësht. Se ashtu sikurse do shikoje sot një 10 vjeçar i cili akoma pi qumësht nga mamaja, nga gjiri mamas së tij, dhe do t'ikte mendja, do thoshe s'ka mundësi të ndodhin gjëra të tilla, do veje tek mamaja, do i thoshe çfarë je duke bër. Do veje tek djali i vogël, do i thoshe çfarë je ti je i rritur, ti je burr, çike këto gjëra tani. Plotësisht jo normale. Por në jetën tonë frymore, është normale të pim qumësht? Është normale në jetën tonë frymore që ne të merremi me gjëra si fillimet e besimit, mësimin fillestar të Krishti, të flasim gjithmonë për a pendohesh, a nuk pendohesh, a duhet pendohesh, gjithmonë t'i përgjigjemi një liste, është mirë kjo? Kjo është keq? Ta bëjmë, mos ta bëj? A duhet shkoj atje, apo nuk duhet shkoj atje? Ku është e shkruar kjo? Ti thua nuk bëhet. Po jam të rego që ku është e shkruar? Ku e thot Bibla këtë? Dhe gjithmonë duhet të qëndrojmë mbrapa predikimeve internetike edhe të fillojmë të sqarojmë kjo nuk është nga Zoti. Këtë mos e ndihni, mos e shikoni. Po unë e dëgjova fjala e saj shumë ndërtuese. Fjala e Zotit nuk na drejton në këto mësime. Motra ime, vlla im, kujdes ku ushqesh, kujdes çfarë je duke pranuar në zemrën tënde. Është e natyrshme që në jetën tonë frymore pas 10, 15 vjetësh, apo dhe 5 vjetësh për ju them, ne përsëri të flasim për fillimin e besimit tonë dhe të merremi me gjëra elementare të besimit. Dhe kur vjen fjala e Perëndis dhe na thot, ju të fortët mbani barrat e njëri tjetrit, mbani barrat e të dobëtve. Ne përsëri përjetojmë atë që ju kam thënë dhe herë tjetër. Shikojmë njëri tjetrin në sy dhe themi, për ty e thot. Se unë jam i dobët i kësaj historie. Për ty e thot, ti je vlla i fort, ti je motra e fort. E shikon se Zoti të thërret. I kthehet burri gruas dhe i thot, për ty e thot, ti je kolonë e familjes. Ti du të mbash barrat e të gjithë neve të tjerëve. Dhe unë pyes, ashtu si fjala e Perëndis pyet, këto vitet që kaluan, këto që në qoftë se dikush do t'i llogariste, ne duhet ishim mësues, ashtu si këta hebrejt, vëllezërit tanë këtu në këtë pjesën tonë biblike. Në qoftë se do t'i llogariste dikush vitet, por jo vetëm vitet, dhe mundësitë, dhe bekimet, dhe ndërhyrjet e Perëndis në jetën tonë, se si me lavdi Perëndia sjell prezencën e tij, ne akoma nuk guxojmë të themi që mund të mbajmë barrat e njëri tjetrit, sepse jemi të dobët? Nuk na shqetëson ky fakt? Problemi këtu në qoftë se e pat fillon nga thësia në të dëgjuar. Kjo shkaktoi problemin tek hebrejt, tek ta këtu, në këtë pjesë. Sepse ishin të ngathët në të dëgjuar, nuk mund të merrnin dot fjalën e Perëndis, nuk mund të rriteshin dot nga fjala e Zotit. Mendoj, dhe ndoshta e ti e duke menduar tani, çfarë do të thotë të rritem? Çfarë do të thotë të lëshoj qumshtin e fjalës, të lë mësimin fillestar? Ne gjithmonë flasim për kryqin e Krishtit. Ne gjithmonë do të vazhdojmë të flasim për hirin e Perëndis, për mundësinë që Perëndia jep të pendohesh. Por kjo është jeta me Zotin? Gjithmonë të kujdesem, jam në rregull? Kam ndonjë mëkat tani në jetën time? Jam duke bërë diçka dikujt? Jo, jam në rregull. Shkrim në kish tani. Tani jam në rregull.
Kjo është jeta me Zotin. Të jesh ti në rregull. Më lejo, kjo është qumësht. Sepse Perëndia të ka vendosur në një trup. Ti je pjesë e gjallë e trupit të Krishtit. Duhet të komunikosh, duhet të bashkëpunosh, duhet të pranosh në jetën tënde vëllezër dhe motra të tjerë, pjesë të tjera trupore, të bashkëjetosh me ta. Ne jemi një bashkësi këtu, jemi një kish. Ne jetojmë së bashku, ne kujdesemi për të rinjt që na vinë midis nesh. Pse? Sepse dikush tjetër është kujdesur për ne. Ne jemi rritur dhe kemi ecur, ne kemi mundësi të nxisim sot njëri tjetrin, apo jo? Apo se mos nuk dëgjojmë, më dëgjoni? A jemi ndo pak të shkathët në të dëgjuar, apo jemi më të shkathët në të folur? Sot fjala e Perëndis na thret të mendojmë. Mbani mend atë që u bë shkaktari i shpëtimit ton? Ky Krisht nuk mund të jetë dot vetëm Zoti që më shpëtoi mua nga mëkatet. Ky do rritet në jetën time, do marr kontrollin në jetën time. Nuk do duhet më të ma tregosh, motra ime, ku është e shkruar në Bibël, sepse fryma e Perëndis ma thot vetë. Si një shembull i vogël, si një dritare në histori, shembulli Samaritanes. Shkoi entuziazmuar, ja kishte thënë Zoti shumë gjëra, e kishte bindur për atë ujë edhe për atë shpëtim, edhe se ai ishte Krishti dhe shkoi gjeti samaritanët e tjerë, hajdeni të shikoni kush kë gjeta unë, gjeta Krishtin, atë që thot shkrimi. Dhe diku në fund të historisë, me një fjali, nuk besojmë vetëm se na e the ti, e pam dhe e dëgjuam vetë. Do mjaftohesh me këto ngacmime të kësaj dite? A do mund të shikosh vetë Zotin e shpëtimit? Shkaktarin e shpëtimit tënd? Zotin që prek zemra të ndryshoj jetën tënde? Të prek atje ku ti nuk do të prek fare fjala e Zotit, në thellësitë e dyshimeve të tua, por edhe atje kur ti ke marrë vendime, jo do ta bëj kështu. Dhe Zoti të vjen e të prek ëmbël në supë dhe të thot, jo. Jo. Duhet të rritesh. Shfrytëzoje kohën, mundësitë që Perëndia jep. Këtë të diel kaq të heshtur, as frymarrjen tuaj nuk dëgjoj. Dhe lejojmë të gjithë të na flas Perëndia në këtë formë. Hapim veshët ton frymor sot. Zot, çfarë ke për të më thënë? Ku ke për të më rritur? Unë e kuptoj që qumshti është i mirë, Zot, por unë e kuptoj që qumshti nuk mund të më rrisë, të më forcoj, Zot. Sepse këtu thot, sepse ata të cilët ngelen në qumësht janë pa përvojë në fjalën e drejtësisë, sepse janë foshnje. Nuk kanë eksperiencë. Nuk mundet dot të tregoj çfarë bëri Zoti në jetën e tij. Nuk mundet do të shikoj se si Perëndia shtrihet dhe mbërthen dhe e çliron nga çdo situatë. Nuk mundet të kuptojnë do të foshnjet se si Perëndia në zbulimet që bën, zbulon të thellat e shpirtit. Hedh dritë në errësirën tonë që ne të korrigjohemi. Ne gjithmonë themi, pse nuk na pranon Zoti, nuk i pranon Zoti ata, nuk i pranon Zoti këta të tjerët. Të gjithë i pranon Perëndia. Dashuria e tij është kaq e madhe, të gjithë i pranon, por nuk i lë njësoj. Nuk vin nga jashtë për të ndënjur njësoj, sepse do të prek zemrat e gjithë secilit që hyn në gjithë këto shkallë këtu, dhe do të prek zemrat e tyre. I ushqimi i fortë vetë se thot, është për të përsosurit. Nuk e di kush do futet e këta të përsosurit, por do doja t'ju ndihmoja se shpeshherë fjala telios në greqisht do të thot i plotësuar. Ata që e kanë plotësuar marrëdhënien e tyre me Zotin, ata që e përjetojnë Perëndinë e tyre, për ata është ushqimi i fortë, dhe ushqimi i fortë çfarë bën? I bën ndjesitë të stërvitura për të dalluar të mirën dhe të keqen. Kjo do të thotë se radarët e atyre që hanë ushqimin e fortë të
fjalës Perëndis janë në gatishmëri. Nuk mundet kollaj të kaloj tundimi, nuk mundet kollaj të thot dikush, ç'është kjo? Këtë e bëjnë të gjithë njerëzit. Ti sa fanatik që bësh. Shko të gjithë njerëzit si jetojnë. Akoma dhe në kishe kam parë dhe të tjerë e bëjnë. Do kesh mundësi të thuash. Nuk e di çfarë bëjnë të tjerët. Unë do qëndroj me Zotin tim, në shenjtërinë e Zotit tim. Këtë ma tregoi Perëndia mua, që unë nuk mund ta kem dot në jetën time, nuk është e ti. Në vërtet e ke? E ka me të vërtet. Gjithkush që rritet në Perëndinë dhe ushqehet nga fjala e Zotit dhe thellohet në fjalën e Perëndis, do ketë mundësi të kuptoj, të dalloj. Dikur ishte një premtim në kopshtin e Edenit ky, të dallosh të mirën dhe të keqen, ha nga fryti i ndaluar. Dhe njeriu mendoi se u bë i ngjashëm me Perëndinë. Sot Perëndia e bën njeriu të ngjashëm me veten e tij, jo nga fryti i Edenit, por nga gjaku i Krishtit. Me anë të frymës së tij të shenjtë, njeriu i ngjan Perëndis, sepse ky është premtimi, atje lart do të bëhemi të ngjashëm me të. Ka dhe një tjetër histori, ose një tjetër ndodhi me çështjen e qumshtit, që ta analizojmë atë që themi fenomenin qumësht. Kësaj radhe do t'ju kthej tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 3 vargjet e parë sërish. Dhe thot: "Dhe unë vëllezër, nuk munda t'ju flas si njerëz frymor, por ju fola si njerëz të mishit, si foshnje në Krisht. Ju dhash qumësht për të pirë dhe jo ushqim të fortë, sepse nuk ishit në gjendje ta mbanit, madje edhe tani jo, sepse jeni ende mishor, sepse ndërsa midis jush ka smir, grindje e përçarje, a nuk jeni mishor dhe a nuk ecni në mënyrën e njerëzve?" Mendojeni tani, e kam dëgjuar dhe gjyshin, por edhe unë në të njëjtën mënyrë analizoj mendimet e mia. Çfarë do t'u thoshte Pali këtyre njerëzve, nëse këta do kishin mundësi të kuptonin? Dhe çfarë do kishim ne sot në duart tona, nëse ata atëherë dikur do kishin mundësi të mbanin? Ju fola si foshnje, sepse nuk jeni burrëruar në besimin tuaj. Dhe ju fola dhe ju dhash qumësht për të pirë, se nuk mund të hani dot ushqimin e fortë. Zbulime që mund të ndërtojnë, zbulime që mund të ndërtojnë motrën që ke përbri dhe vllajën që ke përbri. Të gjitha këto vetëse ka një shkak. Ashtu si herën e kaluar ishte nga thësia në dëgjuar, në këtë herë është mishi. Egoja, hunda, kur është përpjet, dhe nuk të lë, nuk më lë, nuk më le të përulem, nuk më le të kuptoj, nuk më le të pranoj mua ma thua këtë, mua ma bëre ti këtë, dhe midis jush ka grindje dhe përçarje dhe ngacmime dhe smira, edhe si do mund të kuptoni, të thellojeni në fjalën e Perëndis. Këtu do duhet të ndajmë sherrin njerë. Këtu do duhet gjithmonë të kemi një arbitër në mes. Të shikojmë kush kishte të drejtë, kush nuk kishte të drejtë. Si do t'i bëhet kësaj situate? Gjithmonë do duhet dikush të jetë në mes. Korinta se u drejtohet. Ju thot, veni në për gjukatës, veni në për gjyqe, dhe doni atje t'i ndani gjërat me njëri tjetrin. Merrni o një vëlla nga mesi juaj dhe vijeni në mes, por e doni vetë sa të vëllan aty në mes. Motra dhe vëllezër, është fjala e Perëndis i drejtuar kishës së tij. Sot ne kemi përpara nesh qumshtin dhe ushqimin e fortë. Disa këtu prej nesh janë akoma në qumësht dhe bëjnë mirë që janë aty, se përndryshe nuk do rriten dot. Disa të tjerë këtu nga mes ynë nuk do duhet të ishin në qumësht. Do duhet të ishin mësues me jetën e tyre ndoshta. Nuk është nevoja të dali dikush këtu përpara. Mësues të cilët mund të imitosh. E shikon jetën e tyre, e shikon si jeton me gruan e tij dhe gruaja me burrin e saj, edhe vin rinia nga mbrapa dhe thot, unë si ai dua të bëj.
si njeriu. Mos harroni se duhet të ketë Krishtër të ringjallur këtu midis nesh. Duhet të ketë njerëz që ngjajnë Krishtit këtu midis nesh. Duhet të bëhemi imitues të Krishtit, që të mos kemi frikë të tjerë të na imitojnë ne. Që të ndodh kjo, duhet të lëmë qumshtin. Nuk duhet të merremi vetëm me mëkatet tona. Mos më keq kuptoj dikush. Nuk i heqim, themi unë me veten time s'merrem më, apo jo. Por nuk është ky qëllimi. Nuk është kjo jeta ime, vetëm të merrem të mos më katoj unë. Unë duhet të kujdesem për veten time, por për rritje frymore. Jo gjithmonë të luftoj a bie, a qëndroj. Edhe kjo kish e Perëndis. Më lejoni të them dy fjalë në greqisht, si në mbyllje, për ata që ndoshta vështirësohen të kuptojnë shqip midis nesh. Dhe rinia ta përdor si të doj këtë fjalë pastaj atje në grupin e tyre. Dhe ξέρω ποια είναι η άποψη για το γάλα, για τους νέους μας. Ξέρετε, στην εποχή που ζούμε, φοβάμαι ότι και το γάλα είναι περιττό. Γιατί ζούμε μέσα στη τεχνολογία και ίσως να έχουν βρει, να έχουν σκεφτεί κανέναν άλλο τρόπο να μεγαλώσει κανένα μωρό. Ισχύει όμως, το γάλα μεγαλώνει μωρά ακόμα, έτσι, και στη σημερινή εποχή. Δεν είναι θέμα προόδου ή τεχνολογίας, νεολαία. Επειδή είμαστε 2025, AI και τέτοια, δεν αλλάζει κάτι. Το γάλα χρειάζεται. Έτσι μεγαλώνουν τα μωρά ακόμα. Και θα το καταλάβετε όταν γίνεστε γονείς. Πάλι γαλατάκι θα δώσετε. Και το λέω αυτό για να προλάβω κανέναν που λέει πάλι για το γάλα θα με λέμε τώρα. Μέχρι τώρα αλβανικά τα ίδια είπες. Όντως. Το γάλα όμως είναι καλό. Είναι για τα βρέφη. Για να μπορούν να μεγαλώνουν. Αυτό σημαίνει ο Θεός σου λέει απλά πράγματα από το Λόγο Του για να καταλάβεις. Σου λέει απλά πράγματα να καταλάβεις την αγάπη Του. Να καταλάβεις την ανάγκη να μεγαλώσεις. Και να καταλάβεις την ανάγκη να Τον εμπιστευτείς. Όλα αυτά που σας λέμε και πολλές φορές τα ακούτε, είναι για το ίδιο λόγο, για να μπορείτε να τα πάρετε, να τα φάτε. Εάν δεν το κάνετε αυτό θα μείνει γάλα στο ψυγείο. Δεν θα απλώσει κανένα στο χέρι να το πάρει. Ακούτε συνέχεια την ανάγκη να μετανιώσετε, συνέχεια την ανάγκη να απευθύνεστε στον Χριστό, να σώσει εσάς από τις αμαρτίες σας, εσάς από όλα τους φόβους σας, από την ταλαιπωρία, τη ψυχική, από την πίεση, από το bullying, δεν ξέρω τι ζει ο κάθε ένας στην εποχή σας και μέσα στα σχολεία και στην οικογένειά σας. Σε παρακαλώ, μην απορρίψεις το γάλα του Θεού. Αυτά τα απλά λόγια πάρτα στη ζωή σου. Αλλά μαζί με αυτά, προσωπικά σε παρακαλώ, να σκεφτείς και να σχεδιάσεις να φας στερεά τροφή. Αυτό είναι για ενήλικες. Αυτό είναι για ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει, για ανθρώπους που θέλουν να μεγαλώσουν. Ξέρετε, επειδή είστε πιο κοντά στα βρέφη, κάποιοι από εσάς έχετε και αδέρφια μικρά, δεν πας από το γάλα στο κρέας, αρχίζει το μπλέντερ και δουλεύει. Γίνεται παχύρευστο, αρχίζει και νιώθει και κάνει. Έτσι θα πάει στην πνευματική ζωή. Αλλά μη φύγετε από τον Χριστό. Μη φύγετε από την Εκκλησία. Στην Εκκλησία υπάρχει δυνατότητα να πάρετε το γάλα και να πάτε στερεά τροφή. Αν πιστεύετε ότι κάπου εκεί έξω μπορεί κάποιος άλλος, με κάποιο άλλο τρόπο, κάπου το ίντερνετ όπως είπαμε νωρίτερα, ή με άλλο τρόπο το AI να καταφέρει να σας ταΐσει, μην αρχίσετε και ρωτήσετε το ChatGPT πώς να πιστέψω στον Χριστό. Σε παρακαλώ μην το κάνεις. Σε παρακαλώ μην ρωτάς το ChatGPT τι να κάνω όταν η αμαρτία έρθει στη ζωή μου. Σε παρακαλώ μην το κάνεις. Γιατί το γάλα του Θεού είναι στην Αγία Γραφή που έχεις στο σπίτι σου. Μην απευθύνεσαι στο ίντερνετ να σου λύσει πνευματικά θέματα. Γιατί ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει όμορφα, με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Το ChatGPT δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Μπορεί η πληροφορία να υπάρχει μπόλικη, αλλά το Πνεύμα του Θεού αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.
Σε παρακαλώ, νέα, όποιος ακούει ελληνικά εδώ μέσα, σε οικετεύω να εγκαταλείπεις τη σάρκα, τις επιθυμίες σου, τα θέλω σου, τα όνειρά σου που έχουν να κάνουν με ότι ο Θεός δεν αρέσκεται σε αυτό. Γιατί έτσι θα ανοίξεις δρόμους ο Θεός να σου μιλάει, να σε οικοδομεί, να σε αγιάζει, να σε καθαρίζει. Μην τρέπεσαι να ομολογήσεις την αμαρτία σου. Βρες κάποιον. Βρες κάποιον που ακούει. Βρες κάποιον ο οποίος θα μπορεί να προσευχηθεί μαζί σου, ο οποίος μπορεί να σε στηρίξει. Εξομολογήσου την αμαρτία σου. Μίλα για σένα. Βγες από το κουτί σου. Βγες από αυτό που θεωρείς προσωπικό, άκρος απόρριτο. Βγες από αυτό. Θεωρώ ότι ο διάβολος σε δουλεύει. Θεωρώ ότι ο διάβολος σε εκμεταλλεύεται. Σου κάνει προσωπικά θέματα που ταλαιπωρείται ο κόσμος όλος, όχι μόνο εσύ. Στα κάνει προσωπικά για να μην μιλήσεις για αυτά. Για να μην τα μοιράζεσαι. Και σε κρατάει σκλάβο. Αυτό σημαίνει μεγαλώνω. Μίλα στους γονείς σου, αν αυτή είναι πιστή. Ζήτα να προσευχηθούν μαζί σου. Βρες το πρεσβυτέριο, βρες κάποιον αδερφό, κάποια αδερφή αν είσαι κοπέλα. Σε παρακαλώ, πάρ' τα σοβαρά αυτά τα λόγια, γιατί ο Θεός θέλει να σου πει ότι σε αγαπάει, ότι έχει σχέδια για σένα, αλλά αν εσύ τα απορρίψεις δεν θα μπορεί να σε κυνηγάει. Εάν εσύ απευθύνεσαι αλλού, δεν θα μπορεί να επέμβει. Θα πρέπει εσύ να στρίψεις. Και κάτι που δεν το είπα και στα αλβανικά. Η ευθύνη είναι σε εμάς όλους. Σε κανέναν δεν είπε άσε με να σε μεγαλώσω. Άσε με να σου κόψω το γάλα. Είπε καθαρά, κόψτε το γάλα. Γυρίστε στη στερεά τροφή, σήμερα. Ευθύνη βαραίνει όλους μας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Περντία, τα μπεκόι φιαλνετή, αστατούιος τε σκρούαρ, έδαινε κι ώστε διτσικά νουκε θας μύρ, νουκε περτσόλα μύρα στους τσεκίσια νομέντια δεν ζέμερ, ζώτη το τα μπέι, να γέτε του Αμήν.